Çoçoli do të na bashkohet tashmë përmes një lidhje direkte edhe ekspertja e ekonomisë zonja Romina Radonshiqi për të na dhënë edhe ajo këndvështrimin se si ka parë këto fasha dhe a duhet të rishikohen këto fasha në mënyrë që të rritet edhe numri i përfituesve? Zonja Romina, faleminderit që jeni me ne. Përshëndetje Romina. Përshëndetje edhe një herë lutem. Zonja Romina, ju si e keni parë skemën e kompensimit mujor për pensionistët? Ne, përmes shifrave të Ministrisë së Ekonomisë, bëm të ditur se janë rreth 90.000 qytetarë që nuk e kanë përfituar bonusin mujor në muajin janar dhe po ashtu do të vijojnë edhe për muajin shkurt. Ju duket normale? Pra sepse kemi këto tavanet kufizuese. Ne dim që nuk janë të mjaftueshme, por si e shikoni këtë kufizim, le të themi? Tani, unë në fakt jam kritike, sikurse dhe zoti Çoçoli, për shkak të keq informimit dhe të mendosh që këtë informacion të dhënë nga vetë kryeministri, mendoj që vetë kryeministri nuk e ka pas informacionin e qartë, sepse ato cilët kanë ose janë dy alternativa. Pra, sidomos mendoj që është alternativa e parë ku vetë kryeministri nuk e ka pas të qartë, ose e dyta mund të ketë qenë fakti që duhet të bëjmë një marketing e më pas të themi çfarë do të ndodhë. Por jam gjithmonë te alternativa e parë. Dhe di pse, sepse shpesh herë në Shqipëri i bëjmë gjërat nxitimsi, që do të thotë që nxjerrim lajmin e mirë që do të bëjmë këtë gjë dhe pas kur bëjmë llogaritjet, sepse aty duhen bërë llogaritje laps me letër, sa pensionistë janë, sa duhen nga buxheti i shtetit të marrim etj. Kanë kuptuar që ajo shuma e siguruar në buxhetin e shtetit është e pamjaftueshme për të kënaqur gjithë pensionistët. Sipas atyre, le të themi, fashave që janë vendosur dhe më pas ndoshta kanë menduar një strategji të tillë. Pra, ju mendoni që strategjia fillestare ka qenë për t'i dhënë të gjithëve, por për shkak të pamjaftueshmërisë së buxhetit ka ndryshuar? Unë mendoj që kjo duhet të jetë racionalja për shkak se nuk mund dali kryeministri dhe t'japë një lajm të mirë, më pas ky lajmi më pas ka dhe diçka tjetër nga mbrapa. Mendoj që përsa njihet lideri jon, nuk mendoj që do ta kishte këtë pikë synim, pra të gëzonte të gjithë pensionistët e më pas një pjesë tyre le të themi ti bënte të ndjeheshin të diskriminuar, si një pjesë e ndjerë diskriminuar. Të mendosh që një individ, një pensionist i cili ka një nivel të lartë pensioni, nuk e ka vetëm për faktin që është i pasur, po fakti ka kontribuar më shumë. Ka kontribuar më shumë dhe e dyta është fakti që ai ka dalë së fundmi në pension, dhe ne dim shumë mirë që ato që dalin së fundmi në pension ka një nivel pension është më të lartë për shkak të nivelit kontribut. Zonja Romina, ju si e vlerësoni përtej kritikave se kritikat nuk do kenë kur fund për çfarë do lloj nisme që të ndërmerret, po si e gjykoni këtë ndarje me fasha? Pra, në këndvështrimin tuaj duhet të kishte fasha apo nuk duhet të kishte? Pra, duhet të përfitonin të gjithë njësoj apo duhet ishte kjo formula? Në fakt, sipas këndvështrimit tim dhe sipas shumë informacioneve që kemi marrë vetë nga qeveria, dikur flitej që ato pensionistë të cilët kanë një nivel të pensionit tepër të ulët, duke qenë se janë në nivel varfërie ose relative, do duhet të ndihmoheshin më shumë se ato individë cilët kanë një pension të plotë dhe ky përsëri brenda ishte një lloj diskriminimi. Në fakt, por që bënte sens për vetë shkak se ato individë që kanë nivele të ulta pensioni janë në prag të varfërisë dhe janë ato individë cilët ne larisin dhe varfëri relative apo absolute, ndërkohë që nuk rezultoi as kështu, sepse ne dim shumë mirë që ato që kanë nivel të ulët pensioni janë numri më i madh i pensionistëve dhe përsëri nëse do të bëheshin llogaritje, fatura në buxhetin e shtetit do ishte shumë herë më e lartë se kjo që është tani. Dhe kjo ishte ajo zgjidhja që ka ndihmuar qeverinë me qëllim që dhe ai, domethënë ato para që kishte ti shpërndante në mënyrë më të mirë të mundshme, sipas qeverisë, po jo sipas individëve të cilët janë pensionistë kanë për nevojë. Diçka shumë shkurt, se për të kaluar më pas edhe tek një reagim tjetër zyrtar i Ministrisë së Ekonomisë. Ju si e shikoni këtë pjesën e tavaneve? Pra, se ne po diskutonim pak më parë me zonjën Çoçoli që zëm rastin e një pensionisti me pension urban, me vite të pjesshme pune, le themi nuk ka dalë me pension të plot dhe që merr 22.500 lekë në muaj dhe përjashtohet, ose merr 20.000 lekë në muaj dhe përfitimin e tij e ka shumë minimal. Pra si e shikoni edhe këtë qasjen për të bërë kufizime të tilla?
Po, në momentin që vendosim tavanet, sikur edhe 1 lek bën diferencë dhe deri tek teoria tavanit, pra kur vendosim tavanin, kjo është e kuptueshme dhe çdo individ e kupton që nëse kalon 20.000 lekë, atëherë nuk do të jetë pjesë asaj skeme përfituese. Më pas le të vëmë për të diskutuar faktin që a është 20.000 lekë tavani i duhur, pasi me 20.000 lekë ne e dim shumë mirë që nuk mund të konsiderojmë individ cilët kanë nivel të ardhurash nga pensioni nivel të lartë të ardhurash. Patjetër që unë mendoj që vetëm zgjidhja që është dhënë në këtë formë është kufizimi i fondeve që kishte buxheti i shtetit. Ndoshta kjo është një formulë që e ka përdorur buxheti i shtetit për të rialokuar ato fonde që ka aty ku mundi. E drejtë. Zoti Çoçoli, do ndale vetëm shkurt tek reagimi i Ministrisë së Ekonomisë dhe më pas ju të më jepni opinionin tuaj mbi këtë deklaratë të Ministrisë. Në rast se skema do të mbetej kështu siç është aktualisht, numri i qytetarëve që përjashtohen nga përfitimi do të ishte edhe më i lartë në 2027, pasi siç kundër është paralajmëruar nga kryeministri, të gjitha këto vlera monetare që ju merrni në muaj do të dyfishohen. Dyfishimi do të thotë skualifikimi një pjesë të konsiderueshme qytetarësh kur kalojnë këto tavane. Ministria e Ekonomisë është përgjigjur zyrtarisht për Report Televizion duke thënë se skema e bonuseve mujore do të rishikohet, por pa e prekur tavanin prej 40.000 lekësh. Në lidhje me vitin 2027, po, këto tavane do të jenë objekt të rishikimi në kuadër të analizës së vazhdueshme të politikave sociale dhe reformës të sigurimeve shoqërore. Skema e kompensimit do të vijojë të aplikohet për pensionet deri në 40.000 lekë në muaj, ndërsa fashat konkrete të përfitimit dhe masa e kompensimit mund të rishikohen në varësi të ecurisë së inflacionit, qëndrueshmërisë financiare të skemës dhe rekomandimeve të ekspertëve ndërkombëtar. Pra ky është qëndrimi i Ministrisë së Ekonomisë, e cila thekson se tavani prej 40.000 lekësh është i panegociueshëm, por të gjitha fashat e tjera janë objekt të rishikimi, duke marrë në konsiderat 3 elemente që unë si përcitova. Zoti Çoçoli, kur marrim këtë reagim, pra 40.000 lekë e lartë përsëri janë të skualifikuar.